mundesh me na tregu ndonjë proces kështu që nuk zgaqat shumë kështu ose qysh e mbani macën nëse qanin kur t'i jaj vakcinë ose nëse kanë ndonjë kom ose ndonjë kraq lënduar? Okej. Për shembull që po nisim me macën, meqense macet janë pak ma kafshë që din me reagu ma shpejt, edhe pse duken ndoshta që janë të vogla, janë tepër të shpejta, kanë reflekse shumë që nuk mundesh me i parashiku. Na normalisht fiksimi i macës është për shembull nëse e man për pjesën për lëkurën të qafa. Është njëjtë sikurse i man nana e vet kur t'i lind, edhe në atë mënyrë zakonisht ato ne i themi e shkakton një lloj paralize, ku maca lëshohet edhe na si veterinar muj me vaksinu, muj me kontrollu, nëse ka nevojë me ambu në prirje të thojve, ose diçka në procedurë tjetër të vogël që nuk është e dëmshme. Ndërsa sa i përket qenit, normalisht tek qent që e keni jo, për shembull Belgian Malinois, nëse nuk është agresiv, nuk ka nevojë me mbajtë se zakonisht janë bashkëpunus, nëse veç janë agresiv, na normalisht ja vendosim një maskë për shkak që qeni kafshon, ndërsa maca kafshon, grith mundet me këcyt, domethënë do të me fiksu pak më mirë.